Zonja dhe zotrinj, vjojmë me paraqitjen e parë të projekt propozimeve për konceptimin e grupronave të dyta në rrugën Muhamet Gjollesha dhe rrugën Panorama në funksion të institucioneve të pronave dhe zhvillimit multifunksional. Do të ndjekim 15 minuta prezantim dhe më pas 5 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e kryesuar nga studioja Architectonics. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e kryesuar nga studioja Snoheta. Hi, my name is Peter French from Snoheta. My colleague Conrad Holsmark. Our team consists of Studio Arc 4. Ne kemi dhe Studio Arc 4 këtu, i kemi disa përfaqësues këtu, Arupin, si zyrë inxhinierike, dhe natyrisht edhe Joron Sones. Kjo është hera jonë e parë në Shqipëri, jemi përpjekur, nuk është hera e parë, sepse jemi përpjekur të bëjmë disa projekte edhe në të shkuarën, po ne vërtet jemi të mrekulluar dhe të dashuruar me natyrën e Shqipërisë, me malet e larta, me këta shkëmbinj kaq misterioz, por edhe me këto formula ndërtimi që kemi parë. Pra, dhe duke qenë entuziast të natyrës, sigurisht që na pëlqen shumë. Ne mendojmë që Shqipëria është vërtet shumë e veçantë. Ne na pëlqen shumë edhe një gur gëlqeror nga Peshkopia, që është i kuq, dhe zakonisht e shikojmë edhe në për Tiranë, edhe tek sheshi Skënderbej, kemi parë. Kështu që dëshirojmë të bëjmë diçka të tillë pra me këtë lloj guri që vjen nga ky vend. Shqipëria ka në fakt natyra të ndryshme, do t'ju bëjmë tani një mësim gjeografie, dhe këtu kemi edhe zona ujore, po ndërkohë nga që ka gur gëlqeror, është edhe uji që depërton tek uji gëlqeror dhe krijohen edhe këto lloj hapësirash në gjeografinë e tokës tuaj. Shisa interesante që është ajo si një urë natyrore. Kemi dhe lumenj që vinë nga kjo zona këtu, nga kjo zonë me pyje, dhe pastaj vijojnë deri në det. Pra do të filloj duke folur për vendodhja numër 2, me idenë që do të jetë e para që do të ndërtohet, por edhe për sa i përket materialeve. Pra, historikisht, një nga ato lumenj për cilën fola, ka kaluar nëpërmjet qytetit, dhe në fakt edhe tek kjo zonë, tek vendodhja numër 2, është lumi Lan, që në fakt tashmë është përforcuar me brigjet e tij. Dhe këtu ne kemi menduar që edhe erozioni të mos ketë efektin e vet mbi këtë shkëmb. Është diçka që ne duam ta eksplorojmë më tej, dhe folëm pikërisht me miqtan Gonzales Fonseca, me këto skulptura kaq të mrekullueshme, me detaje, hollësi nga më të ndryshmet edhe për të krijuar hapësira edhe brenda vetë një skulpture. Natyrisht që bëhet fjalë për 4 shkëmbinj, pra edhe shkëmbinj të cilët mund të krijojnë në vetvete skulptura. Pra është vetë shkëmbi i tillë guri që tregon veten të themi. Ne kemi menduar për një ndërtesë me 41 kate, dhe filluam që të kishim një shkëmb që të krijohej edhe një skulptur prej tij, që nga fillimi, nga lart e poshtë, duke krijuar edhe hapësira rezidenciale, dhe pastaj një lugin të madhe në mes të saj që ndan pjesën rezidenciale nga pjesa që përdoret për arsye të tjera. Dhe këtu do të krijojmë edhe një komunitet, një zonë komunitare, si edhe një hark shumë të madh i cili do të urojë mirëseardhjen qytetarëve. Pra, kjo është pamja e ndërtesës, dhe fasada në vetvete është shumë interesante, siç mund ta shikoni në anë, është pak më e lëmuar se sa thjesht me 90 gradë. Pra, megjithatë, ofron mundësinë për të patur
pamje 360 gradë në të gjithë qytetit, qoftë në kafenet, restorantet që do të ketë aty dhe që krijojnë lidhjen me qytetin. Atëherë, tani duke e parë këtë vend, bëhet fjalë për një rrugë me një drejtim dhe po të vendosim ndërtesën këto dhe shikojmë edhe ndërtesat rreth e rrotull, por ama që të mos kemi aq shumë lëvizje sa të krijohen pra edhe të ketë edhe probleme me trafikun, po do të kemi një parkim atje lart që do të lidhë edhe pjesën tjetër. Kështu do duket ndërtesa në kontekstin e vet. Pra, guri që do të jetë natyror, që vjen nga vetë Shqipëria dhe që për mendimin ton krijon një hapësirë shumë të këndshme me malet në sfond. Ground plane, which is super important. That's the plane that we will occupy. Ajo hapësira e parë, në katin e parë, do të jetë një hapësirë e hapur, pa hierarki, të gjithë mund ta përdoren atë njësoj, ka 2 recepcione, njëri në të majtë, tjetri në të djathtë. Kemi gjithashtu edhe një vend ku do të ketë edhe ujë që do të freskojë të gjithë hapësirën, por edhe njëherë kjo na sjell natyrën e Shqipërisë me të gjitha këto burime ujore që ka Shqipëria. Kjo është zona kryesore, pra ku do të mund të hyjnë njerëzit, por edhe për mendimin ton kjo e kuqe është vërtet e mrekullueshme. Ja edhe një këndvështrim tjetër për të parë edhe transparencën që krijohet, por edhe uji që mund të rrjedh këtu dhe të krijojë dhe këto hapësirat e tjera. Mbi katin përdes, kemi 9 katet e para të zyrave, pra zyra që do të jenë fleksibël, do të ketë vetëm 1 ose 2 vetë që punojnë në një zyrë, fasada është e thellë, dhe sepse ne mendojmë që ajo do ta krijojë vetë hijen, sepse ne dim që Tirana përdor 100% energji të rinovueshme, kështu që kjo është gjë e mrekullueshme dhe s'ka nevojë të krijojmë diçka tjetër kur e kemi këtë gjë. Prandaj ajo që ne propozojmë është që të krijojmë një fasadë shumë efikase, edhe sa i përket pra shkëlqimit që ndrençimit që vjen nga dielli, por edhe ngrohjes që ajo krijon. Pra është ky gurgël qeror që krijon këtë hapësirë kaq të bukur në fasadë. Dhe mbi të do të jetë edhe kati për të gjithë komunitetin, që është edhe zemra e ndërtesës. Kjo është një hapësirë e hapur pa xham, dhe përdoret që njerëzit si për të jetojnë atje, pra të jenë hapësira rezidenciale, por edhe të takohen këtu, të bashkohen me njëri tjetrin, po këtu mund vinë edhe vetë qytetarët. Pra, dëgjuam fakt nga ekipi i parë që kishte një hapësirë për shembull në katin e fundit me pamje të mrekullueshme edhe tek malet. Dhe natyrisht aty do të krijohet edhe një hapësirë paralele. Ato mund të bëjnë telefonata atje, të pinë një cigare. Pra është vërtet interesante edhe për këtë traditë. Mund të ketë kafenera këtu, pra kthehet në destinacion. Ne gjithashtu po mendonim që të kishte edhe një hapësirë biblioteke, dhe të kishte brenda saj nën zona ku për shembull mund të jenë të brendshme ose të jashtme, mund të marrësh një libër, të lexosh, të pish një kafe ose të luash ping-pong. Pra është vërtet një hapësirë shumë fleksibël. Në pjesën e sipërme kemi pjesën rezidenciale në të dyja dy kullat, në të majt, hotel, por ato lidhen thjesht me njëra tjetrën me këtë bashkëbisedim që ato bëjnë duke qenë përballë njëra tjetrës dhe duke përforcuar kështu idenë e komunitetit. Mund shikojmë edhe disa nga këto hapësira që ne kemi krijuar, në disa prej tyre kemi balkone, duke ofruar edhe hijen, por edhe mbrojtje nga era dhe kthehen në vende shumë interesante. Kjo është pra pjesë rezidenciale, apartamente me 1, 2, 3 dhoma, dhe nga ana tjetër një hotel që në vetvete pra të dyja bashkë është një ndërtesë, po pjesa e sipërme e ndarë në 2. Pra, zyrat nga njëra anë, pjesa rezidenciale nga tjetra. Por edhe kati për komunitetin. Është e qëndrueshme dhe nga aspekti social. 4 metra është në lartësia nga njëri kat te tjetri.
Pra edhe zyrat mund të kthehen në dhoma hotele, më pas, pra ekziston gjithë mundësia për të ndryshuar ato sipas nevojave. Dhe fasada si dhe pjesa e sipërme. Tani, pjesa e fasadës është shumë e veçantë, në fakt është e vështirë për të shpjeguar, po do përpiqem ta bëj. Është si një U, po një U në formë rrethore. Dhe aty ku e ndan unë, aty ndryshon edhe forma. Ndonjëherë është e prerë më fort, në pjesë të tjera është më e lakuar e në të tjera më katrore. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që gjatë ditës, me lëvizjen e diellit, edhe vetë ndërtesa ndryshon me hijen që bie në të. Ja, kjo është pak a shumë ndërtesa se si do të duket ajo. Fasada pastaj i ngjan në fakt edhe vetë natyrës shqiptare si kjo këtu. Malet me gropa. Pra edhe pjesa e jashtme, ne besojmë që i përshtatet. Tani, të kthehemi tek vendodhja numër 1. Meqense në vendodhja numër 2 kishim një projekt në ngritje, në këtë të paren kemi prap gurin nga Peshkopia, pjesët që do të mbeten do ta kthejmë në granit, dhe bëhet kështu i plot dhe i pasur. Thjesht për t'ju kujtuar që ju kanë mbetur 5 minuta kohë. Atëherë, kjo është vendodhja numër 1, 30 minuta në këmbë nga sheshi Skënderbej. Ka transport publik, hapësira për parkim, kështu që po përpiqemi që të përdorim ato gjëra ekzistuese. Dhe kemi patur një bisedë për Shqipërinë, një demokraci e re, 30 vitet e fundit, kështu që është një mundësi për të diskutuar dhe për të eksploruar se si duhet jetë një ndërtesë e një institucioni qeveritar. Pra, të ketë më shumë transparencë, më shumë qasja komuniteti në të, dhe ja, si që shihni edhe pjesën e poshtme, ne e bëjmë pjesë të ndërtesës. Dhe këtu është ajo zona e diskutimeve, do ta quaja unë si një agora. Dhe gjithashtu nuk duhet jetë kështu monumentale, nuk duhet kaloj për shembull malet që janë rreth e përqark. Ja, si që shihni, ka ndërtesa rreth e rrotull, pra hyrja është këtu, do të kemi një nën kalim në këtë pjesën tjetër këtu, dhe pjesa e parkimit këtu në të majt. Atëherë, ndërtimi i kësaj godine, këtu nuk do të jetë gdhëndja, por përkundrazi do të kemi pjesën perëndimore dhe do ta zvoglojmë atë në këtë formë. Ne shikoni, pra ky është plani që kemi, në mënyrë që poshtë njerëzit kanë mundësinë të kalojnë e të vinë pastaj lart. Dhe kështu kjo kthehet në një dhuratë për qytetarët. Ndërkohë që e gjithë fasada i vjen rreth e përqark pjesës kryesore ku takohen njerëzit dhe kanë diskutimet e tyre. Pra, ndërtesa ndoshta nuk duket e gjitha në formë të menjëhershme, por si godin bëhet interesante. Me vetrata 50%, pra këtu mund të shihni se si është hyrja në ndërtesë. Plani i katit përdes, pra këtu hyet, kjo është pjesa e poshtme, një kat më sipër mund të ecet me këmbë te kjo hapësirë publike. Kjo është hapësira qendrore, dhe këtu, pra, njerëzit mund të takohen e të bashkëbisedojnë. Dhe që besoj që shkon mirë me pjesën tjetër të qytetit. Ndërkohë që kalojmë në katet e tjera dhe në katet e më sipërme, është kjo fasadë transparente. Dhe pastaj në terracë kemi një kafene, restorant, por edhe një terracë ku njerëzit mund të shkojnë edhe thjesht të shikojnë hapësirën. Ndërkohë që kjo pjesa këtu në të majt mund të krijojë hije. Pra, këtu do të kemi gjithashtu edhe transparencë, por edhe hije, pra që edhe të ftojmë publikun që të bëhet pjesë e saj. Dhe këtu mund shikojmë pra ndërtesën si e kemi menduar ne. Kjo është pjesa shumë transparente, pak
e rrezikshme, po ndonjëherë edhe vetë diskutimet janë të rrezikshme. Dhe këtu mund të shikojmë infrastrukturën, ja dhe fasada, se do duket, ne po shpresonim shumë që të ishte e tillë që të mbledh ujë, ndoshta jo shumë me bimësi, por për të mbledhur ujin. Dhe pastaj më vonë për të përdorur ato për gjelbërimin rreth e rrotull. Që do të ketë në të gjithë ndërtesën rreth saj, me pemë dhe bimësi rreth e përqark. Faleminderit, kaq ishte prezantimi im. Okay. It's very beautiful, the pictures that you Vërtet showed us. gjithçka që ju kena treguar është I shumë e wonder bukur. how I can imagine Por, the interior si or the mund ta in-between imagjinojmë space pjesën e of these brendshme towers ose in hapësirën reality. ndërmjet këtyre dy Is this kullave? prefabricated, Çfarë pamje do të ketë ajo në concrete realitet? elements, Pra or ka element is it betoni really me massive, parafabrikat? rock? I'm Apo referring to është the vetëm first, një shkëmbi project. vetëm I cili do të gdhëndet më tej? Pra e kam fjalën për projektin e parë. Ju lutem mikrofonen. That's not realistic. So there will be, I think there will be a degree of prefabrication. I mean, how you control the joints to make it air solid, the matching of the grains. And that's a exercise in itself, but quite fun. And then it will be polished concrete Dhe do elements të with ketë pra the components of element the rock. betone që do të jenë të lëmuar. Yeah. So these, the areas could be big and small, but when you start to see the grain, so that quality is in the other building. It's slightly different. It's more a more pragmatic building. Thank you for the two project presentations. I think Faleminderit për prezantimet. Mendoj që koncepti I të dyjave është I thjesht dhe ju në fakt e përmendët në prezantimin që bëhet, që pjesa e fasadës është efikase në vetvete. A mund na tregoni pak më shumë pikërisht për këtë që keni menduar për efikasitetin e fasadës? Si është efikase kjo fasadë? Po, do të ketë, pra vetrata do të jetë me xham dysh dhe të dy fisht. Dhe raporti ndërmjet pjesës së vetratës dhe asaj pa vetrat është I ulët. Kjo pjesa këtu e fasadës do të jetë me vetë hije, pra me hijen që krijohet vetë. Kështu që jemi të sigurt që nuk do të ketë ndonjë nxehtësi të madhe. Në fakt, fasada e ndërtesës është e tillë që për shembull në anën veriore është më e holl, ndërsa në pjesën jugore është pak më e trashë, sepse natyrisht kemi menduar për këtë pjesën e nxehtësisë që vjen gjatë verës. So, sorry, I thank you for the Ju presentation. I think it falenderoj për was prezantimin. really interesting in both Ishte cases. shumë interesant. Referring to this one that I couldn't Tani understand, dëshiroj të flas pak you were për talking about njërin the prej stone, këtyre prezantimeve. and now Pra ju po flistit look për like llojin e it's more the gurit. whole thing will be in Dhe concrete. tani duket sikur I ju folët understood, për beton. or- E kuptova siç duhet? Pra do të jetë shkëmb apo jo? Është e pamundur të përkthejmë pasi zotëria nuk po përdor mikrofonin. This concrete frame. Okay. So the stone it wants to head is being carved out, has a depth, a band, a front, a side, and the joints are sort of super precise minor joints. You don't see any thickness, you just see a solid. So the facade is real stone. I mean, Pra yeah. fasada do të jetë e përbërë nga gur I vërtet.
Okay, but well, my question also is Por pyetja ime because that curve of the stone, so that's why you are keeping that the same for the rest of the facade, the same kind of stone, and interiorly also the interiors that you show also they look like same materiality somehow. I mean with the same colors and red color inside as well. Sepse ne pam që ngjyra është e kuqe brenda, kështu që mendojmë që duket po ashtu shkon. Well, the other one, yeah, you had another one, even with the ceiling in red. So, okay, the idea is to have that kind of feeling. E kuptova çfarë po më thoshe. So, no more questions? Atëherë nuk kam më pyetje dhe ju falenderojmë për prezantimin tuaj. Zonja dhe zotrinj, vjojmë me paraqitjen e 50 të fundit të projekt propozimeve për konceptimin e grupronave të para. Do të ndjekim 15 minuta prezantim dhe më pas 5 minuta pyetje përgjigje me urinë ndërkombëtare. Ftojmë në skem për prezantimin e saj, skuadrën e kryesuar nga studioja Zaha Hadid Architects. Hello everyone. Thank you for Mirdita, faleminderit që keni ardhur këtu. Duhet falenderojmë organizatorët e këtij konkursi. Unë këtu jam në emër të arkitektëve të grupit Zaha Hadid. Unë jam zëvendës drejtore në grupin e Zaha Hadidit që në 2006. Jam me një ekip që janë arkitektët ASA Architects, FNM Inxhinieria dhe Pierin Kolnikaj, që është një ndër artistët. Fakt është një gjë shumë emocionale. Përpara 13 vjetësh unë kam qenë në prezantimin e xhamisë dhe të muzeumit. Atëherë ne nuk ishim me fat, por jeta jep mundësi të tjera. Do të fillojmë me projektin tonë të dyfisht për pjesën administrative dhe për pjesën e kullës. Në të dyja këto struktura duhet të përqendrohemi në dy gjëra: lidhja midis artit dhe arkitekturës. Se si kjo pjesë e artit dhe arkitekturës ndërlidhen, po kështu me elementin e qëndrueshmërisë. Arkitektët e grupit Zaha Hadid kanë vite që punojnë për pjesën e qëndrueshmërisë. Për ta sjellë këtë si pjesë të konceptit e projekteve dhe duam ta sjellim në këto projektin e Tiranës dhe shpresojmë të jemi të suksesshëm. Kemi parimin për mënyrën se si kemi këto projekte në qytete të rëndësishme që sjellin një sens të ndryshëm të komunitetit, që ndryshojnë të themi dhe fytyrën në thonjza të këtyre qyteteve, siç e shikoni këtu në ekran. Mënyrën se si është projektuar në forma të ndryshme vertikale në ndërtesa rezidenciale, ku kullat që janë si element ikon të qytetit, por ka edhe një element tjetër që lidhet me lagjet apo zonat ku ndërtohen. Duke nisur me ndërtesën administrative, ideja jon ishte që të bashkëpunonim me volumet që i përgjigjen shkallës së kontekstit ku janë vendosur, por dhe që përfaqësojnë këtë kompleksitet institucionesh, të cilat vinë bashk në një masë të vetme. Këtu shikoni që kemi një përputhje, kemi shkrir këto masa. Pra parimi i kullës është që del prej tyre. Këtu kemi sensin e një ndërtese administrative, që është efikase, por që i përgjigjet kontekstit të fasadës dhe strukturës urbane në këto zonat fqinje, pra në lagjet fqinje, duke krijuar sinergji. Frymëzimi dhe ideja që kemi marrë është bashkëpunimi e individëve,
është dy duar që mbështesin njëra tjetrën, që kanë kapur njëra tjetrin, ku çdo gisht i dorës ka një funksion të veçantë, por që ka një objektiv të përgjithshëm. Me pak fjalë, kjo ndërtesë administrative është e fortë, është demokratike, ka materiale të forta, rezistente dhe volumet bashkangjiten, japin individualitet strukturave të ndryshme, duke ju lejuar atyre që të kenë hapësirat e tyre dhe duke krijuar një ndërlidhje mes hapësirave, pra taracës, koridorve dhe atyre hapësirave që të quanim të zbrazura, ku del në pjesën e galerisë që të quajmë sociale. Kemi krijuar një grup të ri që ka një funksion tjetër nga i institucional dhe nga natyra. Në këtë rast, ne kemi propozuar një sinergji me pjesën e gjelbër të stadiumit dhe të parkut, që është përballë. Kjo do të një hapësi kur të gjithë banorët e lagjes mund të kenë mundësi të shijojnë hapësirën e gjelbër dhe po kështu dhe të kuptojnë dhe më mirë çfarë po bën qeveria, çfarë bën administrata publike në një kuptim. Pra ky është vizioni që kemi ne dhe momenti që na është dhënë kjo mundësi është për të krijuar një lidhje, një ndërlidhje me zonën e gjelbër, për të ngritur në një farë kohe, në të njëjtën kohë, ndërtesën, pra pjesën siç e shikoni këtu, të gjithë mund të hyjnë apo të dalin nga ndërtesa, ka hapësira të ndryshme ku mund të futen njerëzit, janë pjesa të hapura, ka pjesa të hapura, pjesë të mbyllura, lidhen me disa nga këto kategori të quajmë. Japin një formë të caktuar kësaj hapësire bazuar gjithashtu dhe mbi materialet me të cilat ka punuar ky artist. Kemi një reflektim të punës që ka bërë artisti, pra të skulpturave dhe pjesës të punës tonë arkitektonike. Kjo ndërtesë është afro 40 metra e lartë, ka një fasadë të ndryshme me aspekt të ndryshme. Njëkohësisht, këtu mund të shikoni pra pjesën e penetrimit ku mund të futet në përlagje, duke krijuar akses në grupe të ndryshme ose në hapësira të ndryshme, që i shikoni me bojë roz. Çdo hapësirë ka një lobi, ka një korridor, pra një zonë. Pra, siç e thash, janë pjesë individuale, por janë po kështu hapësirat e përbashkëta. Pra kalohet lehtë nga një pjesë në tjetrën, në mënyrën se si ne punojmë për të përgjigjur nevojave të të gjitha agjencive. Gjithashtu ka dhe një variant, pra ka një mundësi për të pasur një përdorim të hapësirës publike, me pjesën jeshile shikoni pjesën që është 24 ore hapur, kurse pjesa tjetër është e mbyllur ajo me të kuqe, pra ka masa të ndryshme sigurie, gjithmonë hapësira është e hapur për zonën, për lagjen. Qarkullimi është i përcaktuar shumë qartë për aspektin e shërbimeve, për aspektin e qytetarëve. Kuptohet pjesa e qytetarëve është ajo që ka privilegjin, ka përparësinë. Kjo është mënyra se si del pra e gjithë kjo ndërtesë, si janë të ndërlidhura të gjitha hapësirat me njëra tjetrën dhe me bazën e tyre kryesore. Po kështu, ka një ndërlidhje, ndërthurje të të gjitha këtyre agjencive, që do të jenë pjesë e ndërtesës. Kuptohet në dosje, këto janë shumë të detajuara, këtu krijoni një përshtypje të përgjithshme, pra një hapësirë demokratike, e cila është fleksibël për të përdorur në mënyra nga më të ndryshme. Materialet dhe strategjia që kemi përdorur, siç e thashë në fillim, kjo është një ndërtesë me materiale lokale, pra me beton dhe tulla, po kështu dhe ngjyra është një dialog me mjedisin, përmes mënyrës se si ne punojmë me këto panele, me taracën, me çatin, dhe mënyra se si janë pjesë të ndryshme të fasadës. Shikoni këtu që kemi përdorur shumë
edhe pjesën që përdori panele diellore, është një përdorim shumë i efikas në pak fjalë. Transparenca, sidomos netësve, ndërtesa vazhdon që t'jetë një ndërtesë që është funksionale në kuptimin që nuk fle, do ta quajmë në mënyrë letrare, një ndërtesë që nuk fle, pra kalon rolin administrativ dhe është një vend ku lagja banorët mund të vazhdojnë të Kjo është kulla që ne quajmë Meridian, është një kullë që është shumë inovatore në mënyrën se si është ndërtuar, mund të jetë shumë e ndryshme nga gjërat që ne kemi bërë më përpara dhe kjo jep një cilësi të veçantë. Kjo ndërtesë është një lloj sikur del nga toka dhe ka fasada të ndryshme të cilat luajnë, si të thuash, në thonjza me diellin. Është pikërisht vendi që na jep të mundur që të përfitojmë nga parku, nga qyteti, nga qendra, duke krijuar pikërisht këtë hapësira të reja ku do jetë edhe kjo kull që do t'japi më shumë vlerë kësaj toke dhe shërbime dhe do të kthehet dhe në një ikon për qytetin. Frymëzimi dhe pjesa arkitektonike janë pikërisht pjesa e gdhëndjes në mënyrë figurative, po për të ndërtuar, me qëllimin për të ndërtuar zemrën e kësaj kulle. Mënyrën se si komponentët të ndryshëm që ne kemi krijuar mund të lidhen me njëra tjetrën për të krijuar këtë element vertikal që ka funksione të ndryshme. This is the result of the tower. The tower is also made in bricks. Kulla është ndryshe nga një fasadë brejxhami, sepse është ndërtuar me tulla. Është një fasadë më solide, me balkone. Këto taracat kanë pamje të ndryshme, pra shohin nga pjesë të ndryshme të qytetit. Ka një dialog me lanën, me lumin, me qytetin. Pra ka hapësira publike, ka restorante, gjithçka që i shërben këtij podiumi që është gjithashtu publik deri në katin e 5 dhe pastaj ka kate të ndryshme të cilat janë të ndërtuara për apartamente nga më të ndryshmet dhe zyra nga më të ndryshme. Studimet janë bërë nga ekipi ynë. Nuk është një proces që është bërë mbas, po është një proces që ka qenë pjesë i të gjithë projektit për të fasadën e veriut, fasadën e jugut dhe gjitha kjo do të krijojë këtë efekt televizjes. Po kështu balkonet janë me materiale lokale në mënyrën të tillë që të krijojnë qëndrueshmëri për sa i përket emetimit të karbonit. Kjo është një përmbledhje e planimetrisë. Shikoni që kjo kull ka një bazë e cila ndryshon nga funksioni në funksion për të krijuar një lëvizje spirale që të shpresojmë që të kthehet në një nga pikat kryesore të Tiranës në të ardhmen. Faleminderit. Thank you very much. Faleminderit shumë. I think, I'd like to go back to just a little bit of the premise of the competition in general and say that I think what we've seen so far, there's really there's an emphasis on the needs of people who are changing office. We're bringing together a whole lot of people into one new building, and there's a lot of needs there, and there's a lot of specificity in the way that their day works. And just to go back to that building, I'm wondering, there's a kind of there's a really prominent facade there facing the large road. Is it required to remove those two buildings for that facade to be understood in that way? And if we don't remove those two buildings, does it still have the same presence? And just again, talk a little bit to us about how you think about
për mënyrën se the si e presence keni of a public menduar building in that neighborhood, because I think it's really një interesting how ndërtesë publike pikërisht në you këtë create a new lagje. pole, a Pra new është public krijuar një pole pol there, i ri, themesh, një pol publik, pra një with a lot ndërtesë of publike grand facade. me një fasadë shumë grandioze. Yeah, actually we do have a slide that shows that. E kemi një diapozitiv që ishte që shpjegonte për këtë, po kur bëm studimin, këto janë dy ndërtesat. Ky ishte një variant që të ruanim ato dy ndërtesa, do të kishim të njëjtën prezencë, të njëjtën prani, por kaluam në ekstrem dhe donim që ti hiqnim këto ndërtesa, pra ti rrëzonim këto ndërtesa sepse kjo është një ndërtesë ulët dhe kërkojmë të ndërtojmë një hapësirë publike që të ketë një plazë, një pjesë që do futesh, një shesh, pra që do të bënte një lidhje më të mirë me pjesën tjetër, me parkun, me stadiumin. Por mendoj që kjo është pjesë e zhvillimit dhe mund të funksionojë. Një nga si të shpamjet kryesore, ndoshta një pjesë e këtyre ndërtesave të themi, nuk të duket aq qartë, por mendoj që parimi është që njerëzit janë në gjendje të qarkullojnë, të kenë mundësi të lidhen me të gjitha këto ndërtesa, të kuptojnë funksionin e tyre dhe çfarë pune bëjnë këta individ që punojnë në këto zyra dhe të mos jenë të mbyllura. Për mendimin ton, ajo që ka rëndësi është që të vi ideja e atyre duarve që përmendëm në mënyrë figurative, pra që shtrëngojnë dy duar që shtrëngojnë njëra tjetrën, dhe njerëzit të kuptojnë që kjo hapësirë është hapësirë e tyre, që ndërtesa i jepet, ndërtesa është publike, pra i takon qytetit. Në fillim, ne kishim një vizion, pra ndërtuam një vizion, me parkun, me urën, dhe vazhduam në këtë drejtim, por pastaj, duke menduar për faktin që ndërtesa duhet të funksionojë dhe të përgjigjet rrethanave ku është vendosur, ne propozojmë si pjesë të vizionit ton kuptohet, kjo është një propozim, por duam që gjithçka të funksionojë sipas rrethanave ku jemi. Pra kemi hapësirë të mjaftueshme nga fasada kryesore. Po të shikoni këtu, kjo është ndërtesa, por kjo është pjesa e plazës, pjesa e sheshit që është e hapur. Mund të futesh brenda. E vetmja gjë që duam të propozojmë është që të ketë një vizion që të lidhet ndërtesa me parkun dhe me këtë lagje, pra të ketë pra gjithmonë ka vend për të krijuar lëvizje, për të patur një impakt më të madh. Dhe ndoshta ka edhe një ekuilibër që mbetet për t'u vendosur, por mendojmë që duke krijuar këtë shesh, ke një hapësirë publike që ja jep qytetit, duke krijuar një impakt. This is more of a philosophical question, but në fakt një pyetje filozofike ishte. Is the building future proof? Por kjo Let me give you ndërtesë one ai example. shërben të We witnessed during ardhmes COVID the dhe death of kemi the parë office. gjatë WeWork collapsed. COVID-it, pra që So, in a zyrat scenario funksionuan where më. more and more work will be done remotely and more puna and more mund të work bëhet will nga be done shtëpia online, ose online. how is the building future-proof? Like, Si do what të jetë kjo could ndërtesë do a të city shërbejë or government të use this ardhmes? building Për çfarë mund ta if përdori qyteti the death këtë of the office ndërtesë comes në rast se sooner një than ditë expected? vjen mundësia që s'kemi ç'na duan këto zyra. Gjithmonë janë bashkëpunime, to janë hapësira të cilat janë fleksibël, janë për zyra të tjera, për shkolla, për universitete. Parimi i agregimit të këtyre strukturave që mund të kalojnë nga një formë në një formë tjetër, pra nga një aktivitet në një aktivitet tjetër, pra eventualisht këto mund të përdoren dhe për funksione të tjera, për të kryer funksione të tjera. Planet tregojnë që mund të përdoren si volum vertikal, si volum horizontal,
Kështu që mendoj që ekziston fleksibiliteti, pra ka fleksibilitet. Në fund të fundit, të gjitha këto mund të ndahen dhe mund të jetë si një lloj Lego për të pasur parasysh volumin dhe që ky volum, kjo strukturë të përgjigjet nevojës së zonave ku ndërtohet. Jakomo, Christian. E kuptova që keni bërë gjithë të përpjekje për të kuptuar numrin e sallave, zyrave, hapësirave. Kjo tregon që keni bërë punë me çdo detaj, po për hapësirën publike, meqense ju e përmendët disa herë këtë, e theksuat. Ndoshta kam unë përshtypjen nga renderi që shoh, që ndërtesa është situash në vendosur në maj të një hapësire publike që i fton njerëzit që të futen në këtë ndërtesë. Do përdorni ndriçim apo çfarë? Nuk e di, ndoshta më krijohet kjo përshtypje nga renderi që shikoj. Kam përshtypjen që është çështje ndriçimi, pra del nga renderi kështu. Ndonjë kërkoj një slajd dhe nuk e gjej dot kur më duhet. Ndërtesa është një ndërtesë që si nga pikpamja fizike, nga ashtu dhe nga jo vizuale, është një ndërtesë që fton, është e ngritur të themi në një kat, në një shtres, pra ka në fillim kemi pjesën e ujit, të skulpturave, po do mundohem ta gjej atë slajdin, po ku është e përfaqësuar, e prezantuar kjo? This space, for example, no? Ja, për shembull në këtë hapësirën këtu. This area, for example. So also this area on the left, we have Edhe këtu në të majt ka volumetri të ndryshme të hapësirës publike. Futemi që këtu dhe këtu është një, në mënyrë figurative, një kanion, pra është një hapësirë që është me ullët nga tjetra, pra është një ndërthurje volumeve që na bën të mundur të krijojmë dhe një dinamik, një hapësirë dinamike. Okay, I think it's Christian, if you don't want to do any, no? Okay, so thank you very much. I think it was very clear. Faleminderit, shumë e qartë. Thank you. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, vjoj me paraqitjen e parë të projekt propozimeve për konceptimin e grupronave të dyta në rrugën Muhamet Gjollesha dhe rrugën Panorama, në funksion të institucioneve të pronave dhe zhvillimit multifunksional. Do të ndjekim 15 minuta prezantim dhe më pas 5 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj, skuadrën e kryesuar nga studioja Architectonics. I just got turned on. Good afternoon, everyone. Mirëdita të gjithëve. E di që keni kohë që keni ndojtur këtu duke ulur, por faleminderit që na keni ftuar, i nderuar kryeministër Rama, të gjithëve këtu në Shqipëri, Aceria. Jemi shumë të kënaqur që të prezantojmë të gjithë partnerët Architectonics New York, por edhe partnerët e mirë. Hans van der Vonkenbaum nuk vinen dot, sepse janë duke u marrë me disa punë të tjera, dhe këtu kemi Alex Hartin, gjitur me mua si dhe Thornton Tomasetti, partnere në këtë firmë.
Ne jemi vërtet të interesuar për të gjithë projektin, pra mënyra se si është prezantuar. Ne në fakt kemi punuar shumë edhe me planet për Tiranën 2030, duke patur edhe ide për disa fasada të krijuara enkas, por edhe bashkëpunimi me palët e interesuara dhe me ekipet e ndryshme, në mënyrë që ne të jemi të sigurt që kemi kuptuar atë që kërkohet prej nesh. Jemi shumë të interesuar edhe për traditën e ndërtimit të kullave në Shqipëri, pra struktura solide, të mbrojtura mirë, dhe që sigurisht sa i përket ndryshimeve klimatike nuk kanë pasur probleme ato. Por sigurisht me pjesën tridimensionale ne nuk duhet harrojmë që ka përmbytje shumë të mëdha në këtë epokë në cilën jetojmë dhe na duhen në fakt fasada sa më të zgjuara. Ju besoj që i keni parë këto fotografi dhe nuk do të flas për to me hollësi, por guri që është përdorur ka qenë një gur i cili na frymëzoi ne. Shqipëria nuk është thjesht një vend mesdhetar, por ka edhe klimë subtropikale, që do të thotë që edhe moti ndryshon shumë. Prandaj edhe shkëmbi që duhet përdorur duhet jetë i fortë, por edhe çatit mënyra e ndërtimit të tyre. Siç u thash, pra Tirana 2030 për ne ka qenë frymëzim. Dhe pastaj ne menduam që duhet kishte dy palë për një të vetme, si do të mund të ndaheshin rrugët dhe menduam për të dyja edhe për ndërtesën e institucioneve qeveritare, por edhe për ndërtesën në cilën kemi një hapësirë të përbashkët publike dhe urbane, pra për të përdorur ngjyrat që shikojmë në Shqipëri. Palët e interesuara janë shumë interesant për ne, sepse 50% e popullsisë në Shqipëri është nën moshën 35 vjeç, që do të thotë në fakt të gjithë Europa po thinjet, ndërkohë që ju keni një popullsi të re në moshë, që do të thotë që edhe ata që punojnë, pra janë në punë, janë shumë më të rinë në moshë se ata që janë në punë në vende të tjera të Europës. Kjo do të thotë që dhe hapësira e punës për to duhet jetë interesante. Pra, ne duhet mendojmë për mënyra të tjera për to. Pra kemi dy vendodhje. Të dyja sitët janë 10 minuta me biçikletë nga qendra e qytetit. Këtu kemi vendosur dhe rritjen e çmimeve. Dhe kemi një pjesë e cila ka të bëjë domethënë me çmimet e larta dhe në sitin numër 2 që kemi ndërtesë një godinë rezidenciale me çmimet përkatëse. Pra, po flitet këtu për profesionist, për student, por edhe për në punës civil. Do të kaloj me shpejtësi prezantimin, por ne pam vizionin për Tiranën në vitin 2030. E kuptojmë edhe master planin për qytetin, bulevardi, që lidhet me pjesët e tjera të qytetit. Dhe në vendodhje numër 1, jemi përpjekur që të krijojmë një gjë që përshtatet natyrshëm me cohën e qytetit, që lejon edhe sheshe publike, por edhe hije, vende të gjelbërta dhe po ashtu dhe hapësira për të luajtur. Ndërsa në vendodhje numër 2 kemi të bëjmë me godinë rezidenciale, e dim që aty ka edhe shumë universitete dhe ideja e një kampusi të vetëm për sa u përket edhe studentëve, por edhe banorëve, që ka lidhje edhe me transportin publik dhe ne menduam që ishte rëndësishme që të krijojmë dhe hapësira ku të mund të lihen biçikletat. Pra, këtu kemi të bëjmë me 3 agjenci shtetërore, të cilat përdoren hapësirën për momentin për ne. Ajo që ishte e rëndësishme, siç mund të shikoni në 4 diagramet, është që ne menduam që mund të kemi një godinë me shumë kate, por meqense kjo është një zonë modeste, menduam që është më e rëndësishme që të përqafonim strukturën ekzistuese e cila është renovuar kohët e fundit. Dhe që
do të ishte një lëvizje drejt qytetit, meqense me ç'kuptojmë ne dhe përpjekjet e qeverisë janë që të jetë sa më transparente që të jetë mundur, duke lejuar kështu që edhe qytetarët të bëjnë pjesë e vendimmarrjes. Këtu ndërtesa ka një pjesë përpara, por edhe pas, një hapësirë për ekspozita, një gjysmë bibliotek, qerdhe, kopësht, si edhe një kënd lojrash, sepse me që kemi kuptuar, Tirana e 2030-ës është një Tiranë kur do të ketë edhe hapësira për të luajtur që nuk ekzistojnë tashmë aq shumë. Pra kemi këto zyra të cilat shohin nga rruga dhe normal do të kemi edhe hapësira të gjelbra. Që kjo më çon edhe tek studimet e mia që unë kam studiuar skulpturë dhe kam një mikun tim që bën skulptura urbane dhe ai thotë që arkitektura mund të ketë edhe forma njerëzore. Dhe këtu për shembull ne menduam që është një shatërvan që mund sjell freskinë në ver, por me këto lloj skulpturash ku edhe fëmijët të luajnë duke edhe u lagur. Kjo është edhe distanca. Këtu ne mendojmë për shembull që ashtu siç ka thënë dhe Hans van der Vonkenkamp, ai thotë që duhet ketë një port ku njerëzit kalojnë nën të, dhe edhe kjo mund të jetë me shatërvan. Hapësira, siç mund ta shihni këtu, jemi përpjekur që t'i bëjmë bashkë këto dy ndërtesa sa më mirë që të jetë mundur me një hapësirë të gjelbër sipër. Një shesh publik ku uji do të funksionojë tillë që uji do të mblidhet, me shumë hapësira të gjelbra, do të ketë një recepcion ku do të mund të hyjnë njerëzit dhe siç e thash, edhe një bibliotekë, pjesë me këndet e lojrave dhe ndërtesa tjetër mbi hyrjen do të ketë një tarac shumë të madhe që do të jetë edhe salla më e madhe për të takuar. Në këto lloj momentesh kur të gjithë kemi nevojë për kafe ose për një pije tjetër, dhe thjesht të pushosh pak aty, si dhe në katin e dytë ku bëhet lidhja me pjesën ekzistuese të ndërtesës, ku ka dhe disa hapësira rekreacionale. Por menduam që do të ishte gjë e bukur që të krijonim këtë urë ndërmjet një ndërtese të re dhe asaj ekzistuese. Dhe këtu fjalën ja kaloj Aleksit për pak kohë, po ky është ai kati ku tani ka marrë atë pjesën ekzistuese. Mirëdita. Ne jemi këtu për të folur pak edhe për pjesën e natyrës rreth rrotullt, që është një pjesë kritike. Nuk është thjesht për zbukurim, por krijon një hapësirë dhe një përjetim shumë të bukur. Si e bëjmë këtë? E arrim duke përdorur shkallë të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme. Së pare, kemi me vizionin Tirana 2030, të cilën si masterplan ne studiuam dhe menduam që mund të sjellim pjesëza prej tij, që nga unaza, që mund të jetë me bimësi të ndryshme, dhe shikojmë për shembull edhe qatit e gjelbra. Ndoshta ju do të mendoni që nuk funksionojnë, por jo, përkundrazi ne studiuam gjeologjinë e Shqipërisë dhe botanikën e Shqipërisë, pra florën, dhe mendojmë që mund të mbjellim shumë bimë të ndryshme, që po sigurisht bimësi që do të mund të jenë të shëndetshme aty. Pra, do të kemi hapësira të përbashkëta për njerëzit, por edhe për bimët. Pra, dhe mirëmbajtja do të jetë një nivelit më minimal të mundshëm, po ndërkohë njerëzit do të kënaqen duke qenë aty dhe me aromën dhe erën e mirë që lëshojnë bimët. Pjesa e dytë është kjo e të gjithë lagjes. Këtu do të kemi mundësinë që edhe lagjen ta bëjmë pjesë të ndërtesës, sepse ne besojmë që institucionet qeveritare duhet jenë transparente dhe ja ku kemi këto hapësira, të cilat i ftojnë njerëzit që të bëhen pjesë e ndërtesës së tyre. Dhe ndoshta dhe më e rëndësishmja është përvoja që do të ketë çdo individ. Si arrihet kjo? Kryeministri Rama e përmendi në fjalën e tij që ne duhet të kujdesemi për në punësit civil, një pjesë shumë e rëndësishme e popullsisë. Unë vetë kam punuar për 10 vjet për qeverinë dhe ne duhet që të kemi punonjësit më të mirë, më të zgjuar, sepse ata do të sjellin ndryshimin. Dhe duam që kjo gjë të jetë e bukur, jo më e mira në Shqipëri, por në të gjithë botën, që punonjësit të dalin këtu në këtë hapësirë dhe të ndjehen mirë
ku për shembull qoftë kadastra ose për shembull nuk shikojnë dot më harta se u janë bërë syt ujë, dalin këtu në këtë hapësirë dhe bëjnë një takim me kolegët, ndoshta thjesht pijet një kafe vetëm ose hajt një drek. Pra shumë përvoja nga të cilat mund të zgjidhni dhe thjesht të rrini në hije. Dhe kështu ne krijojmë një përvojë dhe përjetim shumë të bukur. Ju falenderoj dhe fjalën e kaloj kolegas. Po, modelin sigurisht mund të shihni, po këto janë disa ide se si ndërtesa e re përqafon ekzistuesen. Dhe harrova t'ju thosha që lart në çati, në fakt është një terras, po që është një fermë me panele diellore. Pra mendoni që të gjitha panelet do të sjellin këtu energjinë për të ujitur, edhe të gjithë bimësinë që do të kemi rreth rrotull, por edhe pse jo për të çuar energji tek fqinjët. Atëherë kolegu e ka fjalën, ju kanë mbetur vetëm 5 minuta. Kemi parë shumë në fakt hapësira sot, jemi përpjekur që ta bëjmë atë sa më ekonomike që të jetë e mundur me teknika të cilat janë të testuara tashmë. Kështu që e pam këtë me kujdes, e kemi bërë shumë herë në të shkuarën, funksionon fort mirë, është një teknik e cila shkon përtej gjithë shkaje tjetër. Natyrisht që ne përpiqemi që të përdorim pra projektimet e duhura. Për sa i përket fasadës, propozimi ynë është që të përdorim gjithçka që mund të jenë mbetja nga zonat rreth rrotull, por dhe të krijojmë për shembull panele të parafabrikuara që të jenë dhe të lehta dhe të krijojnë hije. Dhe natyrisht që shikoni dallimin lart pa fasadën dhe me fasadën. Pra 2/3 e rrezatimet do të ulet, do të reduktohet dhe ajo që është edhe më e rëndësishme është hapësira e verdhë lart. Pra ne nuk kemi shtuar hapësirë në planin e katëve, thjesht kemi gërshetuar hapësirën për kafe ose hapësirat e përbashkëta, meqense flitet për një grup të rish që punojnë me njëri tjetrin, ato kishin nevojë për hapësirë të përbashkët, që do të thotë që është një hapësirë bashkëpunuese, po edhe frymëzuese, sepse duke biseduar me njëri tjetrin, ti krijon dhe sjell ide të reja. Pra edhe ajo do të ketë infrastrukturën e vet, kjo është mënyra se si do të funksionojë, është shumë e lehtë dhe për të patur këtë hapësirë kaq të hapur. Dhe që merr frym vet. Ne në fakt kemi krijuar edhe një sistem autonom arkivimi deri në 10.000 cop pa humbur asnjë material, me 99% të materialeve që ekzistojnë dhe që ato të ruhen me një siguri shumë të lartë. Mund të vijoj, nuk e di. Ja, këtu mund shikojmë dhe të gjithë hapësirën rreth rrotull, pra këtu duket edhe këndi i lojrave, këtu pas. Edhe është e rëndësishme edhe që fëmijët kenë hapësira të përbashkëta, por edhe të gjitha hapësirat e tjera publike, qofshin këto gjysmë publike ose tërësisht publike. Ndërsa në vendodhjen e dytë kemi një ndërtesë me përdorim të gërshetuar. Rezidencial. Grupi i personave këtu do të jenë të rinj, qyteti, çmimet janë rritur në qytet dhe ne propozojmë mikroshtëpi, pra apartamente të vogla, por me hapësira shumë të mëdha të ndara, por edhe me hapësira për biçikletat dhe një zonë tregtare nga e cila mund të krijohen të ardhura, si dhe një lidhje shumë e mirë me rrugën, me restorantet rreth rrotull, por edhe me një park publik lart në katin e fundit, siç mund ta shihni. Pra, ideja e kësaj zone të përbashkët është shumë e rëndësishme sepse e lidh gjithë pjesën e universiteteve, por edhe ruajtjen e ujit që vjen pra nga shirat. Dhe krijon një kull shumë pragmatike. Është me pak fjalë një fasadë strukturore dhe pjesa e brendshme është tërësisht fleksibël.
Hapësirat brenda apartamenteve mund të ndryshojnë sipas nevojave apo dëshirave. Këtu krijohen hapësirat e ndryshme dhe tani këtu ja kaloj fjalën kolegës. Again, keeping in mind the experience of everyone that will come here. Më falni kolegu tim. Pjesë e kësaj përvoje është që për shembull duhet të marrim masat edhe për erën. Kështu që balkonet I kemi krijuar që era të reduktohet dhe ndikimi I saj. Sigurisht edhe pimësia, po që do ketë nevojë për kujdesjen më minimale të ndryshme, folëm për ruajtjen, faktin që do të ketë mundësi që uji nga shirat të ruhet, dhe e rëndësishme është edhe vetë fasada. Na vjen keq, po ju ka përfunduar koha. 2 fjali, fasada, janë këto hapësira të përbashkëta, parku, palestër, drita që hyn, ajri që kalon, është shumë e bukur e gjithë gjëja me bimësin, me gjelbërimin, pra një përvojë në vetvete, dhe si nga pjesa e brendshme ashtu dhe në pjesën e jashtme. Pjesa e brendshme që sjell edhe gjysmën e ngrohtësisë, një përvojë shumë e bukur e ndriçimit, e bimësisë. A të flas për strukturë? Strukturën e projektoi Danieli që t'jetë shumë e fortë poshtë dhe gjithnjë e më lehtë lart. Ajo që mendojmë që është shumë e bukur është e padukshme gjatë ditës, por natën me ngadalësi duket pikërisht kjo terracë për banorët, me hapësirat e ndryshme, të cilat mund të ndahen pra të përdorin të gjithë. Dhe në mbyllje, shikojmë edhe një person që merr biçikletën nga depoja e biçikletave, si edhe një hapësirë shumë e madhe I jashtë. Pra edhe pse apartamentet janë të vogla nga brenda, hapësirat e jashtme I kanë shumë të mëdha. Faleminderit. I said that wrong, but get it. Oh, question, sorry. I could start with a landscape question. Mund filloj me pyetjen për It's a really pjesën e interesting bimësisë. focus on landscape. I think it's really appreciated. Më pëlqen fakti also që by the jeni people working there. përqendruar tek Multiple ways to go bimët. outside. Besoj që do I'm ta wondering vlerësojnë about, edhe personat do që you think do much të about the maintenance on punonin the aty. ground level? Po Who për does that belong to? mirëmbajtjen And is e that part of the katit të kind of parë, economic kuj do t'i plan përkiste of the ajo? building? Është pjesë e planit ekonomik të ndërtesës? Po. Dhe ne këtë e bëjmë në çdo lloj ndërtese për cilën punojmë, që është e përfshirë, plani I mirëmbajtjes dhe operacional është I përfshirë. Pra, kemi në sigurisht që kjo duket shumë e gjelbër, por është e gjelbër sepse është e mbajtur mirë, e mirëmbajtur, e nga të gjithë. Kështu që kjo ne mendojmë është kritike, sepse shikojmë për shembull hapësirat përbashkëta të gjelbër, të cilat janë vërtet shumë të bukura në fillim, po pastaj pas pak muesh nuk është e njëjta gjë. Po janë pothuajse pa mirëmbajtje, sepse do të mblidhet uji nga shirat dhe pastaj uji do të kalojë nëpërmjet kanaleve të ndryshme duke u ujitur ato. Faleminderit. Doja të dija në këto projekte ka një trajtim të ngjashëm edhe për fasadën? Pra, e kuptova funksionin e vetë fasadës në kull, por nuk e di nëse ka në një sistem specifik të veçantë për geometrin e kësaj fasade në këtë ndërtesë. E keni fjalën për ndërtesën e zyrave? Po. Ja, më lejoni t'ju tregoj në fakt. Okej. Këtu menduam një gjë interesante, ajo ideja që e rërës, pra, sepse menduam që të gjitha parqet gëlqërore krijojnë materiale të ndryshme dhe të vogla, të mbetura, të cilat nuk përdoren, dhe menduam të përdornim ato dhe të krijonim pra element të parafabrikat me beton. Pra, ideja është që do të jenë të varura, pra nuk janë në strukturë. Vetë struktura është prej çeliku dhe është e pavarur nga pjesa e jashtme e saj. Profili është I thellë, që do të thotë që ka goxha hije
dhe hija shpërndahet shumë mirë gjithandej. Po kjo hija është shumë e rëndësishme, pasi krijon edhe pamje shumë të bukura, duke sjell edhe hija në koeficientin e duhur. Ne kemi bërë për llogaritje, po që 45% e nxehtësisë reflektohet përtej ndërtesës, jashtë saj. Ndërkohë që është një fasadë e ngrohtë dhe që e fton publikin të bëhet pjesë e saj. Nuk na pëlqen përdorimi më i madh se ç'duhet i materialeve, prandaj përpiqemi që të jemi sa më realistë. Sorry, keeping in that question, can you explain also about the facade in the tower? Mund të shpjegoni edhe fasadën e ndërtesës tjetër? Kjo fasadë, unë jam holandeze dhe ky është material Trespa, i cili nuk ka nevojë për mirëmbajtje, nuk ndryshon, është shumë efektiv sepse është një panel i plot dhe është shumë i lehtë për t'u instaluar. Ne kemi klapa çeliku në të cilat instalohet panele, ku vendoset panele. Ja mund t'ju tregoj këtu, edhe këtu, tek apartamentet. Ja, këtu për shembull i shikoni ato, pra është shumë transparente nga brenda jashtë. Por edhe nga jashtë brenda, ndjesia është një gjë solide, të fortë. Dhe siç mund ta shikoni, kemi të bëjmë aluminin këtu dhe nga kjo skicë duket qartë që krijojmë atë klapën në të cilën mbahet kjo pjesë e strukturës, panelet më saktë. Trespa vetë është një model shumë i mirë i qëndrueshmërisë dhe këtu e kam fjalën që prodhohen gjërat pa mbetje, që zgjasin shumë dhe është e pamundur të shkatrohet. Pra, ne kemi bërë një ndërtesë, nuk e mbaj mend para sa vitesh, dhe kjo është statike për shkak në këtë ndërtesë, po në atë ndërtesën tjetër, nga të parat që kemi ndërtuar, ishte një ndërtesë dhe lëvizte, por nuk ka nevojë fare për mirëmbajtje. And the differences in colors that we see is due to the movement or ngjyra ka të bëjë me lëvizjen? Po, sepse ngjyra nga brenda është e zezë, por jashtë do t'jetë gri e errët, kështu që varet pra nëse do t'jetë e zeza apo gri e errët. Sigurisht në kompjuter ne kemi krijuar këtë hapësirë që të ndryshojë në fasadë, që të kapi të gjithë ndryqimin pavarësisht nga cila kohë, në cilin moment të ditës jemi. Dhe ideja është që gjatë ditës duket pra kjo pjesë e fasadës, por natën ajo duket vërtet e magjishme. Dhe duhet ta kisha thënë që është në fakt një strukturë shumë e mirë sismike, sepse është mënyra më e mirë kjo e diagramit për të patur një ndërtesë, dhe meqense kulla ka 2 këmbë, edhe kjo është një mënyrë tjetër me anën e së cilës e bën ndërtesën, e ndërton atë në formë të pakushtueshme, që nuk kushton shumë, por që është e fortë. Faleminderit Daniel, kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me Thornton Tomasetin. Dhe meqense ju thatë që nuk është e kushtueshme, ne po shikonim pak shifrat që ne kemi prezantuar. Dhe mendojmë që kostoja e ndërtimit të kësaj ndërtese do të jetë shumë më e ulët se sa ajo e ndërtimit të godinës administrative. Mos është gabim, ose ndoshta nuk i përgjigjeni dot kësaj pyetje tani. Nëse jo, mund të përgatiteni dhe përpara se të tërhiqet juria, mund të na jepni përgjigjen. Ne kemi Alisën. Është vështirë të dëgjoj. Ka qenë një proces shumë i shpejtë. Ndoshta komunikimi ndërmjet nesh mund mos ketë qenë fare i përkryer dhe ndoshta mund të ketë ndonjë gabim. Të dyja ndërtesat përdoren këtë lloj materiale. Dhe pjesa e sipërme është prej çeliku, prandaj ndoshta ekziston ky dallim. Por 80-90% e ndërtesës është beton. Por kemi gjithë këto panele të parafabrikate, pra nuk ka mbetje dhe nuk do të ketë probleme as për lagjen rreth e rrotull, sepse ne dëshirën e kemi që të ndërtojmë duke mos shtuar trysnin, presionin mbi zonat ekzistuese. Prandaj na pëlqejnë panelet parafabrikate.
që të mos ketë pra probleme për fqinjët edhe që ndërtimi të jetë i pastër, efikas. No more questions? Nuk kam më pyetje, apo jo? Okay, thank you very much. Faleminderit atëherë, faleminderit. Zonja dhe zotrinj, Ladies, vjojmë me paraqitjen e dytë të projekt propozimeve për konceptimin e grupronave të dyta. Do të ndjekim 15 minuta prezantim dhe më pas 5 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj, skuadrën e kryesuar nga studioja Architecture Studio. Good afternoon. We are really happy, Alexander Jacobi and myself from Architecture Studio, to present to you the work of our team. So our team is composed of Architecture Studio, structural engineer Pierre Bock, CIPB, Florence Mercier, landscape designer, Crane de Konig, the artist, Studio Carian, Yann Kersalé, the lighting artistic design, and Ecocité, the economist. So our Tirana entered in our life almost 20 years ago from now, and we have learned when we worked on the master plan of the city center to work in intelligence with the city. So this is how we have worked on these two projects. We think that the city of Tirana, we have much to learn from it, and also she gives you in return much of inspiration in the project. So we'll start with the property institution cluster. We call it an energizing working place. So I would like to say that first we want to assess the context, not only the one of our site. These are the two sites actually that you can see here, Lot 1 and Lot 2, but we want really to understand how they sit in the whole city. So the first group were, let us say, in a more central area. These two lots are almost along the second ring road. And we really see that ne mendojmë që kjo zonë ka nevojë të aktivizohet falë pikërisht ndër këtyre ndërtimeve të reja. Këtu jemi përqendruar ke City, ku po bëhet pjesa e strukturës së institucioneve. Këtu jemi shumë të interesuar për strukturën e dyfisht të këtij City. Pra duam të punojmë në sinergji me karakterin e dyfisht, pra pikërisht për të kuptuar një strukturë racionale dhe për të kuptuar strukturën urbane të Tiranës, që ka arritur të mbjetoj, të themi në thonjza. Kemi këto ndërtesa 1 katëshe, 2 katëshe. Pra kemi një rast të dyfisht, pra një shkallë të dyfisht. Duam që të kemi ndërtesa që pikërisht e trajtojnë këtë aspekt. Në njëra anë shikojmë pjesën vernakulare, pjesën e vjetër të Tiranës dhe pjesën tjetër funksionale, ndërtesat funksionale, kompakte, moderne. Kemi parë pra këto dy funksione pra të
duale të ndryshme. Nga njëra anë kemi zyrën ASHK-s, ASHS-s dhe ATP-s dhe disa ndërtesa që i takon ASHK-s dhe në të njëjtën kohë ka një program që përcakton hapësirat, të cilat janë hapësira më të vogla, hapësira për shembull që do të jenë për shembull për kopshte, për salla të ndryshme takimesh, për restorante, kafenet. Donim që ne të përdornim sa më shumë këto hapësira për të shërbyer qytetit. E gjithë kjo shkallë e dyfishtë, themi, këto funksione të dyfishta, na ndihmuan që të krijojmë një projekt që të japim rrugë të gjitha këtyre elementeve. Me ngjyrën bojë-roz kemi këtu të gjitha hapësirat që janë mund të ndryshojnë, që mund të lëvizin, që mund të hapen. Pra mund të jenë zyra ose mund mos jenë zyra, por duam që të jemi fleksibël, pra duam që personat që të jenë aty të ndjen mirë ose të përdorin këto hapësira në mënyrë të tillë që të shërbejnë atyre. Kjo është ndërtesa ekzistuese, është shumë e rëndësishme që të ruhet cilësia për sa i përket funksionalitetit dhe kjo është lidhur pikërisht me ndërtesat perpendikulare që janë këtu paralele me rrugën Panorama dhe me ndërtesën ekzistuese, si një ndërhyrje e parë që ta lidhim atë me ndërtesën ekzistuese, që të kemi një shtesë vertikale, këtu kemi një strukturë tjetër, këtu janë të gjitha hapësirat e përbashkëta, me bojë roz është pjesa dhe shkalla, do më thënë vernakulare e gjithë këtij projekti. Do filloj me pjesën e poshtme. Ne duam ta ndërtojmë këtë ndërtesë për t'i dhënë më shumë vitalitet hapësirës publike. Prandaj donim që kishim ndërthurje në të dy këto nivelet. Kjo është pjesa e lobit, pjesa e hyrjes. Kjo është ndërtesa ekzistuese. Kjo është hyrja këtu. Është mirë që ta ruajmë atë dhe ta përdorim këtë pjesë të volumit të arkidës, janë 2500 metra arkad, e cila mund të përdoret për të krijuar një taracë të natyrës mesdhetare në katin e parë. Kështu që kjo taracë do të jetë, si të thuash, zemra e gjelbër e projektit. Këtu janë pikërisht pjesat e komponentët që t'i afrojmë gjithmonë më shumë me pjesën e artit, të veprave artistike, për pjesa zemra e projektit në rrugën Panorama, kjo luan me shkallët dhe shkon deri te taraca katit parë. Është një mënyrë për të tërhequr syrin, është një hapësirë e gjelbër, kjo është taraca e katit të parë, kjo është pavioni i hapësirave të përbashkëta. Ja, kjo është hyra, pjesa e hyrjes. Është një brez i ri, gjenerat i ri, është zhvillimeve, ndërtimeve në këtë zonë. Kjo është një strukturë që në ndihmon që të luajmë me të, në thonjza që t'japë kësaj tarace një pamje panoramike në të gjithë lagjen. Ajo që ne quajmë punën që ka të bëjë me hapësirën e punës, pra pjesën e hapësirës ku do jenë zyrat, fillojmë nga taraca e katit parë dhe pastaj ngjitem deri lart deri në taracë. Dhe vazhdon tek fasada kryesore. Duhet të imagjinojmë që nuk është një promenadë, një shëditore për të gjithë, por duam që të rrisim gjithmonë më shumë fleksibilitetin, hapësirat e përbashkëta. Kemi një master plan. Kjo është ndërtesa ekzistuese. Kjo është një nga modelet. Këtu shikojmë një vazhdimsi
midis kësaj tarace dhe taracave të tjera, ka dhe shkalla, edhe shkallë që mund t'i përdorin në vend të ashensorëve për shembull. Këto janë funksionet e ndryshme. Këtu vazhdojmë me pjesën e arkadës. Kjo është pjesë e zyrave, zyra ASH-s dhe zyra ASHK-s. Kjo na tregon se si, kjo pamje tregon se si kjo ndërtesë ndërlidhet, integrohet me lagjen. Ka volume të ndryshme me të cilat ne mund të luajmë me këto volume në thonjza. Do flas shkurtimisht për planimetrin, për të treguar që kemi punuar në përputhje me programin që na kanë dhënë, pra është një mënyrë transparente. Në tarac ka shërbime të ndryshme. Ndërtesa ekzistuese është në ngjyrë gri. Kjo është një strukturë tipike e një zyre. Është e rëndësishme edhe pjesa ku do vendosen ashensorët, pjesa e zyrave, pjesa e aktiviteteve të përbashkëta, pjesa e sallave të mbledhjeve, gjithçka është e përcaktuar në mënyrë njëkohësisht që të ulet pak qarkullimi dhe të dihen cilat janë hapësirat që mund të përdoren në mënyrë të përbashkët dhe ato që janë të themi më individuale të zyrave të individëve të ndryshëm. Kërkojmë që të kemi sa më shumë efikasitet në përdorimin e energjisë. Kemi hapësirat e përbashkëta. Vazhdojmë këtu me katet më të larta derisa mbrim tek taraca. Kemi bërë studimet tona bashkë me inxhinierin për ta përfituar sa më shumë hapësirë, për ta përdorur atë në mënyrë maksimale derisa mbrim në katin e 9, që është taraca, dhe aty është edhe salla e mbledhjeve dhe në të njëjtën kohë do jetë dhe një si belvedere për qytetin. Pra kjo është mënyra se si është organizuar, kjo është pjesa që tregon shkallën me të cilën flasim për shkallën e ndërtesës për të kuptuar. Këto janë disa nga pamjet që parashikohet për këtë studim. Kemi dhe një inxhinier i cili është marrë me pjesën e lulishtes, që ka, këtu shikojmë disa elemente të ndryshme që kanë bëjnë me pjesën e lulishte, me pjesën e identitetit, që është një qytet mesdhetar, siç është Tirana. Përmendëm këtu gurin që është përdorur. Kemi dhe pjesën e pemëve, e ullinjve. Taracat e ndryshme, që shikoni. Pra, shikoni se si lidhet tani me kontekstin aktual me lagjen ku kjo ndërtesë do të ndërtohet. Këtu mund të shikoni për çfarë do përdoret, pasi do përdoret kjo tarac. Pra kemi thash dhe njerë këto ullishtet, edhe gur të ndryshëm të cilët janë gur gjithmonë lokal, të këto marrë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë. Sorry, just 5 minutes left. Kjo është pjesa, nuk e di nëse do funksionoj, ja, po funksionon. Pra kjo është pjesë ndërtesa e dytë. Pra këto janë, kjo është pikërisht një ndërtesë me një përdorim jo vetëm publik, po ajo që ne donim të arrinim është që të analizonim kontekstin ku do ndërtohesh kjo ndërtesë, duke pas parasysh që është pjesa kodrinore dhe malore, dhe kemi përcaktuar edhe lartësinë deri ku do të ngrihet kjo ndërtesë për ta sjellë në përputhje me qytetin. Dhe për të, si të thuash, për t'i dhënë më shumë
energji kësaj rruge që është një zonë rezidenciale dhe akademike. Pra kërkojmë një zonë, një lagje më të gjallë, më të gjallëruar, dhe të përdoret në të njëjtën kohë dhe një zonë që mund të jetë një zonë dyqanesh, një zonë që do të sjellë një përqendrim të është gjithçka është programuar në një farë mënyrë, është edhe racionale dhe organike. Kemi fasada të cilat mund të përshtaten për funksione nga më të ndryshme. Ky është volumi në 2 pjesë të ndryshme. Pra për hotel, për zyra, për apartamente, për banesa. Dhe ky proporcion në përputhje me të gjitha ndërtimet që ato që të jetë qendra e zonës, që kjo zonë është përgjithsisht zonë rezidenciale, ka disa element këtu mendojmë që mund të ketë për shembull dhe nëse do ketë hotel, mund të jetë recepcioni i hotelit, mund të ketë për sa i përket një strukture të kësaj natyre, i pëlqen arkitektit i pëlqeu shumë ky element i vendosur në fasad me këto toteme artistike, duke filluar nga poshtë që mund të shikoni dhe pastaj që është pjesa e dyqaneve, pjesa e shërbimeve. Dhe këtu kemi një shpërndarje të funksioneve të ndryshme, pra që të mos segregohen, të mos ndahen këto element, pra pjesa rezidenciale me pjesën tjetër që është pjesa e zyrave, që ka të bëjë me aktivitete sociale dhe publike. Shkojmë në katët e sipërme. Kjo është një nga magnetet që e quajmë ne, që është pjesa e palestrës, që ka lidhje me hotelin, dhe vazhdojmë deri në pjesën rezidenciale me balkone. Po flas pak shpejt, por mendoj që gjithçka juve e keni përpara, e shikoni. Ne po punojmë edhe për pjesën, siç e thash, për pjesën e lulishtes, sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, duke përdorur sistemin dhe funksionin e diellor, duke pasur parasysh në cilën pjesë e rreth dielli, në cilën pjesë nuk e rreth dielli. Kjo është një statut, një status për Tiranës. Kjo do të ketë një pamje të tillë që do të japi një tjetër dimension Tiranës dhe mund ta imagjinoni se si do të duket e animuar kjo si pjesë e qytetit. Kjo është një video e shkurtër që tregon pikërisht lëvizjen e këtij bulevardi të vogël, si mund të aktivizohet zona, si futesh. Faleminderit shumë. Maybe to refer to the second plot. There's in most proximity another high-rise building by Oda. It's an open question, është në right? fakt një Not pyetje only to you, but jo vetëm për also a juve, po question that pyetje I që wonder about for nuk e the di, other domethënë projects, doja të how to më shumë e kam me relate veten time si to a do lidhet context kjo that me is një not built kontekst yet, që nuk but është a ndërtuar context ende, that is por një very kontekst që important, është shumë i crucial rëndësishëm for this one plot. për këtë plot. Kjo është e pika fillestare. Ky është një kontekst shumë i rëndësishëm dhe është fshati vertikal. Po pra po. Nuk përkthejnë dot
Gjithashtu do të shikoni ndoshta në një shkallë tjetër, mund të shikoni se si është kjo lidhje dhe është pjesë e modelit ton. Në lidhje, jo vetëm me këtë, po dhe me përdorimin, kjo është shumë e rëndësishme, për të kuptuar se si duket jeta e brendshme të themi. Mendojmë që kjo do të krijojë një lagje të gjallëruar dhe që është një gjë shumë e rëndësishme për ne. Yes. Thank you for the presentation. Faleminderit për prezantimin tuaj. Nuk e di për mendimin tuaj, sa e rëndësishme është për ju, për këtë ndërtesë, që të ketë komunikim me mjedisin, ndriçimit, veprat artistike që përmendët skulpturat. Mikrofoni. Can I? I'll jump in. Yeah. Thank you. Just to keep going on the vertical street, I think it's a really attractive idea, and it potentially makes a lot of sense. We know from lots of it's difficult to get retail to work. Që në fakt nuk funksionon dot elementi retail mbi 2-3 kate, domethënë dyqanet. Është aksesueshme për publikun deri lart. Dhe çfarë lloj shërbimesh mund të ofrohen, se ideja është që nëse I jep më shumë hapësirë pjesës së sipërme, do të jetë pra funksionale? Ajo që është aksesueshme, pra për publikun, është pjesa e dyqaneve në katin e parë dhe në mezzanin. Pra restorante, kafene dhe dyqane, mapo të kësaj natyre, shopping malls.
Ajo që unë e konsideroj, ose që ne i referojmë si magnet, si magneti, pra, që nga kati I pa, hym nga rruga, janë 2 ascensor që të çojnë në hapësirat që janë publike. Nuk ka dyqane pjesë shërbimesh në katet e sipërme. Ajo që ne I quajmë magnet, pra që I kemi vënë emrin magnet, është pjesa e restoranteve për kafeneve për pjesën e studentëve, pjesën e palestrës, bari Taracës, restoranti. Pra janë aktivitete të cilat nuk janë dyqane. Dyqanet, vetëm qoftë se do ishte një department store, një mapo e madhe, nuk funksionon në nivel në katet e larta. Ne kemi këtu shërbime nga më të ndryshme, që mund të jenë për shembull palestra. Palestrat katet e fundit mund të jenë shumë të bukura. Dhe jemi të sigurt që njerëzit do t'ju duket interesante, do të jetë pëlqyeshme si ide, pra që të përdoren pikërisht këto hapësira tu që shikoni ju me blu. Kjo është zyrë, po ndërkaq të mund të jetë një pjesë e hapur dhe për publikun. Mund të jetë një hapësirë që njerëzit ta marrin dhe me qira, apo mund të jetë përdorur për zyra. Pra hapësira semi publike, gjysmë publike. Also allowed public system, so we don't mix. But we enjoy another very nice sport. Okay, thank you very much. I think it was very well explained and very clear the whole presentation and gjithë prezantimi ishte shumë I qartë. Both explanations about everything. Thank you very much for your work. Edhe I kuptuam shumë mirë. Faleminderit shumë për punën që keni bërë. Zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë në hollin e pritjes për një pushim të shkurtër 20 minuta.